Kryetari i Komunës së Gjilanit, Lutfi Aziri, dje është takuar së pari me Këshillin e punëtorëve të Kompanisë së Pastrimit Ekohigjena dhe pastaj me përfaqësuesin e aksionarit austriak të kësaj kompanie, Christian Moser. Pas bisedimeve të drejtpërdrejta me punëtorë dhe me menaxhmentin e kompanisë, kryetari Aziri ka arritur t'i bindë punëtorët që ta ndërpresin grevën. Në takimin e parë me punëtorët, kryetari Lutfi Aziri ka thënë se javën tjetër në parim është planifikuar që të zgjidhet drejtori i ri sipas konkursit publik, kurse për punëtorët që bojkotuan punën nuk do të ketë asnjë masë sankcionuese. Komuna në këtë rast është edhe aksionar, po edhe lehtësues në bisedime mes menaxhmentit edhe Këshillit Punëtorëve. Ne japim sigurit plot, garancion plot Këshillit Punëtorëve, edhe punëtorëve të Ekohigjenës që asnjë masë sankcionuese nuk mund të mirret për shkak të grevës. Asnjë masë sankcionuese, bordi dhe menaxhmenti nuk mund ta merr ndaj punëtorëve që kanë shprehur pakënaqësitë e tyre ndaj menaxhmentit. Për këtë javë që po jemi tash, ne jemi marrë vesh parimisht që të zgjidhet një drejtor sipas konkursit publik, një drejtor i cili ka mundësi me punu me ndërmarrje, ka njohuri, ka kapacitete. Pas 2 takimeve të djeshme është planifikuar që të rishikohet edhe kontrata mes Moser Group dhe Komunës së Gjilanit, e cila sipas kryetarit Aziri duhet të definohet qartë sa i përket investimeve që po mungojnë dhe sa i përket obligimeve të dyanshme, edhe të investitorit austriak edhe të Komunës së Gjilanit. Sipas kryetarit Aziri, ky është viti i 4 që kjo marrëveshje është në fuqi dhe nuk ka asnjë lloj progresi, ndërsa është viti i 3 që po punohet në zgjidhjen e kësaj çështje. Në ndërkohë, kryetari i Gjilanit Lutfi Aziri ka potencuar se deri tek protestat e punëtorëve, ndërmarrja Ekohigjena është njohur si më e mira në Republikën e Kosovës, fal punës dhe angazhimit të këtyre punëtorëve. Sipas tij, qëllimi i partneritetit nuk është vetëm pastërtia e qytetit, por në radhë të parë të drejtat e punëtorëve. Në anën tjetër, përfaqësuesi i aksionarit austriak Gernard Dümmer ka thënë se qëllimi i menaxhmentit të kompanisë është që të normalizohet gjendja e krijuar dhe se me forcat e të dy palëve të rikthehet suksesi i kompanisë. Ndërsa përfaqësuesi i Këshillit të Punëtorëve të Ekohigjenës, Refik Bajraliu, e ka falendëruar kryetarin Aziri për mbështetjen dhe ka thënë se qëndrojnë pas zotimit të tij. Greva e punëtorëve të Ekohigjenës e filluar 5 ditë më parë ka përfunduar dhe që nga sot kjo kompani ka rifilluar punën në ora 5 të mëngjesit. Ne do të fillojmë punën